Po kthehemi prapë në temën e Laksi, vetëm bërë zhvisorit një pyetje. Ajo është marak në Tepija, shet Tepija kështu. Po dhe mu mi ka gjithë do. Ti Tepija të kuqe kështu? A? Tepija të kuqe kështu, se zakonisht parlamentarët e këta ecin nëpër Tepija të kuqe. Jo, parlamentarët protokollet shtetit ka Tepi kuq shtrohet për ambasadorët kur i dorëzojnë kredencialet. Edhe për presidentat? Për presidentat, për kryetarët e parlamentit. Aty parlamentit. kuvenda ka Tepija të kuq sigurisht. Kuvendi ka qenë i përzim me presidentin, dhe ka njerë janë shtruat atë Tepijat për delegacionet, kryesisht për delegacionet. Dëmonë Visari ti pas ka qetë aty, pas gara ato. Jo, Visari ka Tepijat e mirë. Që që ma mirë mi blete Visari që e ka mek, ose në një më ka falë krejt. Ti e ki mek, a? është djali i miku tanë? Po, ka pas një babë tjashtë punëtor, tregtar të mirë, por edhe bukdhënës, edhe kontribus për luftën. Po donë mi prapë se unë për këthej mohabetin herë relax, ka dush këthej. Zakonisht këtu politikanë të na kur të vijin për shembull, po edhe kështu na për televizion, zakonisht në për debate politike, kur të është ku afushatës i përmendin do vrasje. Vrasje politike, vrasje kështu, mos na shtapi për dorë, veç për zgjedhje pas xhavit. Je njëri vetëm që ke fol haptas për vrasje edhe kur s'ka po zgjedhje. Edhe kur se na kom prak zgjedhje. Jo, çka këto është vështirë sepse sa përmendën vrasjen. Kena po gjykon sa ke. Dikush lëndohet. Po edhe mos është e dëmshme që ke pas xhavit. Ti ke vrojë, ka vrojë në boshë. Jo, unë besoj që sa herë përmendën ata që kanë pësu, ato familjet që kanë pësu, janë të lënduar. Kështu që ne kemi ndërtu institucione, kemi një polici, po themi të jashtëzakonshme, të besueshme, kemi një prokurori që është e besueshme dhe duhet jetë e besueshme, kemi gjykatat tona të pavarura, kemi gjykate për krimet rona, dhe unë besoj që ata duhet jenë guximshëm për të jetu gjitha vrasjet pa përjashtje. Ka shumë vrasjet pa zbuluara, nuk janë 5-6 vrasjet që përmenën, por janë disa që kanë qenë ose konsiderohen politike, dhe është interes, menoj, edhe të vendit, edhe të familjarëve, por edhe është interes të do të thoja, lirisë edhe të demokratizimit të Kosovës edhe të së vërtetës. Edhe është interes shtetënor i Kosovës me arrit me zbulu. Tani, kur kalojnë 20 vjetë pas një vrasje, nuk është e lehtë me zbulu. Por unë kam vrejtje që nuk është vepru atë sa duhet për t'i shku në fund kësaj pune. Po dhe shumë përmendën, pas xhavet? Për shumë përmendën, ti ke vro, aje ka vro ky, jo, ti ke dollë prit. Unë menoj me këtë punë të të morë gjykata, jo? Në qovë se dikush thot, bën me gish nga dikush, prokuroria duhet t'i filloj hetimet me njerë. Duke fillu nga ai që e drejton gishtin. Edhe nga ai që akuzohet. Sepse, nëse jo se thu që e ka vra dikush një njeri, ti duhet ta dish. Pse nuk shkon ti me paraqit në prokurori atë që e ka vra, po flet për media. Unë menoj që është gabim dhe nuk është shtetënore, nuk është, më thënë, politike, të thuash që po presim që gjykata speciale të zbuloj vrasjet në Kosovë. Gjykata speciale është kriju për atë një afat kohor 2-3 vjetë. Vrasje ka akoma, edhe tani ndodhin vrasje enigmatike. Shumë e sigurisht. Kemi një vrasje tash vonë që ka ndodhur këtu te liçeni, dikush thotë e ka vrarë, dikush ky, dikush për ata, dikush për ata. Kemi vrasjen e Qerim Kelmendit në fund, që është një ndër vrasjet më makabre që ka ndodhur. Dhe unë përmend emna, s'din kush që ka ndodhur. Në qoftë se në përmend emnat, policia, prokuroria duhet me njëherë me sqaru. Në rastin po.
çdo herë kur ndodhin vrasje, ku do në botë, merren në pyetje njerëzit. Arrestohen, merren ndalohen për 1 orë, për 2 orë, pyeten ku ke, në sa e nis, pse e kanë, ku e kanë. Këtu një kohë të gjatë thëshin u vranë 3 vetë në pej edhe u gjet një makinë djegun dikun në Rrugovë, ose u gjet një makinë djegun një rrugë të shku për Baran, ose u gjet një makinë djegun në. Po pritës. Policia nuk është në rregull me thonë gjetën veç makinën e djegun. Duhet mi gjetë edhe ata, se që atë punë e kanë. Pra ata po thënë që do të ishte shumë sukses i organeve tona të ligjzbatuese, do të thëja, që t'i futën kësaj pune pa droj. Mirë, nëse kanë pas në një frikë para 15 vjetë, tash nuk e besoj që kanë frikë. Duhet, po them, duhet me çdo kusht me punu, me angazhu dhe me pas një raport, do të thëja, që ja përcjellin kolegëve të vetë mas, dhe ku kanë shku hetimet dhe me vepru. Po kthehemi te Kovendi,